Hajde, policia, hajde. 2 herë, kjo është e treta herë. Edhe bile ndihmon dhe policia e ndihmon për të bllokuar këtu urën. Ku jemi këtu, qa zone? Kjo e zona Çiflik. Se keni dalë? Kjo ura është e bllokuar. Në hyrje këte është bllokuar lën gjysmë metro, në dalje është normale 3 metra gjysmë. Është bllokuar se bashkia. Ka hallë se mbyten aty ku ka marrë parat. Ka marrë parat, korrupsion. Parat. Edhe jemi mbytje nga Kanali kryesor këtu. kanal kryesore. Është 24 metra gjerë këtia. Kanali është bërë hengas për shkarkimin e ujrave të lumit. Bashkia, kryetare bashkisë ka dhënë urdhër me ndihmën e policisë ka prur makinat e mëdha me enerte për ta hedhur këtu me qëllim të mbytet i gjithë populli Çiflikut. Për të mbrojtur serat andej. Leqi lartë i shiu po na vjen po na. Zonë është mbytur brenda muajit 3 herë. Çfarë masash janë marrë? Nuk ka ardhur asnjë person të pyesin. Qa halli ke, qa je mbytur, qa të shnemtura, as absolutisht. Jam mbytur 2 herë. 2 herë dhe asnjë ndihmë nga shteti s'ka ardhur. Vetëm bardhë bjerin për ato lok. Kemi 100 vjet. Jemi mbytur 2 herë, kjo është e treta herë. Tretën herë vendosen të bëjmë lapidar këtu. Kaq. Arsyeja është dora e njeriu. Po mbyll kanali këtu, ngrihet niveli resuna. Edhe ikën mbyll gjithë fshati. Këtu është e gjitha. Lumit nuk po lejojnë ujë të dalin, të bllokojnë lumin. Kur është krijuar njerëzimi, fshatrat tona nuk mbytesh kurrë. S'është djur asnjë. Kur Çifliku? Vetëm nga dora e njeriu. Hap tapet e sëria të shikohen. Kupton? Këta. Dhe blokimi kanalit këtu sot. Jeni klosi mori parat. Okej, blokimi i kanalit. Çfarë ju shkakton juve si Deme na jemi mbytur 2 herë, Kam ardhur me tha kryeministri, dëgjova kryeministri ka qenë në Greqi 25 vjet. Tha kryeministri të kthehen emigrantët të marrin 5.000 euro. Nuk i dua 5.000 euro atit. Le ti maj. Po të më lejt punoj. Erdha i besova këtu mundin tim. Tani sot që keni dalë këtu nasër? Kemi dalë se blokojnë edhe urën këtu. Le të mbytemi, është për katërësirë të mbytemi. Po kanali këtu pse mbylli? Pastron kanali. Paguajmë taksat të Po tjera. mbyll kanali. Kanalin ka erdhi policia, urdhë video, kam video këtu. Urdhë video këtuja. Kanë ardhur punëtorët e policisë, kanë ardhur punojësit e bashkisë, nuk e di çfarë janë. Aty Të dëgjohet edhe emri. po na mbysi vetë me dorë të tyre. Po na mbysi shteti vetë. Nuk duam asin gjetë, na hapet kanali. Të na zgjidhni kërkojmë, problemin. asnjë kazje. I vajtëm në bashki, nuk na japet derën. Çfarë ndodh po të mbyllet? Të mbytemi nga Perëndia. Kjo na Qa na ndodh ne? Na mbytë shtëpia, na mbytë sera, 3 herë sera. Kam marrëzuar 10 milion lek me 3 dylyme gjysmë serë. Ministri mi iku, ajet mi ikën. I thash bashkisë, nuk ma hapi derën. Shko shëno emri ti, moj po mbytëm sot. Nuk erdhi. Kam dej tërnatën këtu. Meni më provokoj, gjomotre, më provokoj me polica, me fugona. I thash, unë do mbytem këtu, i thash, unë jam me luqemi, do mbytem këtu, edhe nuk le të vishë edhe çavor. Do ishe çavor ta blokon të me. Thash, unë këtu do rri ishin 100 burra, unë dola para asin burë se doli. I dola makinës para, do shtrijem këtu, i thash. Do shtrijem këtu. Se përkruam kuronë Italia, mos përkrujnë këta. Po të pak të mos të portë këtu. Të gjitha. A nuk të respekton me motre. E mora telefon, ma mbylli telefonin. E mora drejtoj, ma mbylli telefonin. Ku do vemi? Ku do mbylli? Ku i thash? I thash, ku do vete? Po ta qitur janë të korruptuar. Të tërë këta për korrupcioni. Ne si vend të botës nuk mbyllë kanalet, këtu i mbyllë. Unë po me 80 vjeç. Kur nuk ardhur keqja sot, ne do Edhe po ikëm ata do vinë ta bllokojnë pa lejen tonë prap. Ja policia mbrapa erdhi prap. E ka filmuar 3-4 herë policinë. Në kohën që këtu del lumi, bëjnë Hajde me tregoj, shikoj, qofse jemi fajtor, të mbajmë. kohën që del lumi këtu rrugë me polici bashkiake. Të kontrolloj. Këtu ka qenë një portë që rrinte policia kur vinte lumi. Rrinte që mos të hapesh porta. Kam ardhur, kam ekzistuar 2 herë për ta hapur, nuk më ka lënë. Policia e bashkisë, kujt qof ka qenë, më ka thënë që ruaj rrugën. Se vetë ta hap dije kjo mohabet.
Ka hapë shumë jo, s'ke punë me poshtë. Po tani ky kanali këtu që po mbushet, domethënë ky është bllokuar. Ka nedhur beton. Betoni këtu, nuk i kënu, ka betoni këtu. El beton këtu, nuk i kënu. Ta tregoj se ka një foto që e beradie. Po mi po mbush kjo çfarë do? Gjithë ky ujë do ngrihet këtu. I tërshati bytet. Edhe ande është në nivel më të ulët. Po tash shikosh kur kemi ardhur para 2 orësh tu, ja, s'kishte ujë. Tani sa po e po fryhet lumi. Po. Dhe çfarë bën vetë për shpirtona, çelë më tan. Ka byt. Mblidheni të tërë këtu mbi ujë. Atë çfarë kërkoni? Ata i kanë dhënë ata ikën I bëj thirrje kryeministit. Çfarë të palakë? Heqi policinë që këtu. Policia që ruan Ka petura, se do mbyten njerëz. Shpejt këtu vetëm për këtë. Dhe po na bëj presion. Atë çfarë kërkoni? Ata i kanë dhënë ata ikën I bëj thirrje kryeministit. Çfarë të palakë? Heqi policinë që këtu. Policia që ruan Ka petura, se do mbyten njerëz. Shpejt këtu vetëm për këtë. Dhe po na bëj presion. Ton, e kam bllokuar tërë. Dila ty mbi. Nuk bllokohen. Kanal prapa si do i blokojnë. Nuk e di se çish i marrin këto vendime apo. Vajtën bashki, as keqëri, as ditë njëri na gënjenin në terren, në drejt të djall, mashtrim. Po pse duhet ta mbyllin këtë kanal? Çfarë justifikimi ka? Duhet. Na i shpjegojnë. Po korrupsioni më se ka aparat dikush. Ik, nuk e di unë, ata. Ka ndonjëri toka sera, ata e di. Po to kena ta. Ata e di. Pyetini ata, tregojnë vetë. Kjo do t'ja nxjerrin bojën aty. Ata mendojnë e asaj që parë, me seriozisht. Po do di se nuk është e lehtë kjo punë. Se po mbytemi kot. Sa familje për mbytje? I tërë fshatin e diun. 300 familje sa. Domethënë nëse uji del Diun se ka në fshatin tash. Se un kam qenë plaka e. Ka kishë sot nuk se ka vajtë, se ka një kanal. Te fshati, jo familje, bëj te fshati. Fshati e. Po që kjo gjuna në Perdier, por. Po hap çon nuk bëhet fshati. Të bllokojnë kanalet, unë nuk e di në cilë vetë botë të bllokojnë kanalet. Quhet ky kanali, të lutem. Kanalet hapen, nuk bllokojnë. Si ka emrin kanali? Kanali Shajnovës ka qenë. Sa i madh është ky dhe me kë ka lidhje? Moj kishë me kënetë regon spaltës në atë kohë. Këneta u po kanal tjetër, ne njëri ky tash e tërheq ju se ai kanal tjetër që çan lu prap ujë. Ky e çon me lum, në çon se do i pas. I thash partia kemi pastruar. Ku po doli kallap, dal ka kallapi dhe ka shtetin fara. Mashtrojnë gjenjen, ndofta projektet e kanë bërë, kanë bërë. Se do ta vllojnë se kupton. Ku an bashki po na vjen policia. Nuk po na vjen ndim njëri. Veç policia po vjen këtu. Po çfarë vjen policia? Po çfarë vjen policia? As të zvrarë njëri, as qysh, as tek, as shtetet, as drejt. Vjen gjysmë shtetit. Që ka lënë don ta mbyllin. Në rrugë. Edhe pak. Digit të policë. Herën hiqe makinën. Hiqe se u mbyt ai. Hiqe doli uji te makina. Si të makinën? Më falni, këtë kanali pse duhet ta mbyllin? Ka ndonjë kështu projekt, ndonjë, domethënë justifikim pse duhet të mbyllet kanali zonjë? Kjo është profesor se bashkë, hajde këtu me pse me ikën ti mua, unë s'jam. Ka mund që të vish tu me. Hajde këtu.
Në qoftë se keni një projekt që ky kanal ju bën tem, dakord, hajde si në drejtë. Dakord, nëse unë nuk e se kam ndonjë gjë kundra te, s'ke pse i këmena. Po për çka ke ardhur? Për çka ke ardhur këtu? Është populli i tërë që po mbytet. Ti s'ka asnjë lloj përgjegjësie me rrogë për të punë. Ja di tuti. Mama më kthe furizin. Janë gjithë ky popull. Unë jam kundër teje, as kundër tyre. Po. Ta hapim, je blejnë tani. Dhe largone policisë, se jemi kriminella. Na marrin ne atë ashtu të me nëna këta. Kurdo? Ja rridhe pak u i vjen këtu. Po ju pse keni ndryshuar? Po e di dhe po çfarë publike po. Po mbytemi për shkatëri herë. Po mi me çfarë masash keni marrë, juve? Çfarë masash keni marrë që mos përmbyten njerëzit? Ka ndonjë gjë më natyrë ndonjë gjë. Tani ne kemi gjysmore këtu. Tani ne rrim këtu kemi 3 ditë, ti ke unë sem. Do hapet kjo. Ti ke me rrogën për të punë. Jo, nuk hapa ajo, nuk hapa. Çu do hapi që s'bëna. Dini gjë? Jo më çfarë masash keni marrë? Se mos e ke përmbytje. Jo, kanë marrë. Jo do hapet se ne po mbytet. Kanë marrë komasa. E kanë Është e treta çifliku. Që mbytet. masat janë që duhet të mbytet. Jo më një sekondë se da ajo ka një punë, ka një mbi kokë që e urdhëron. Tani. Okej. Kush e ka prur këtu? Le ta esoj. Të vem të ka i personi që ka urdhëruar të vi këtu. Po mire mos përgjigjet, ajo ashtu ka për detyrë, mos përgjigjet. Sonja ka ardhur 10 herë këtu. Kurdo? Ja rridhe pak u i vjen këtu. Po ju pse keni ndryshuar? Po e di dhe po çfarë publike po. Po mbytemi për shkatëri herë. Po mi me çfarë masash keni marrë, juve? Çfarë masash keni marrë që mos përmbyten njerëzit? Ka ndonjë gjë më natyrë ndonjë gjë. Tani ne kemi gjysmore këtu. Tani ne rrim këtu kemi 3 ditë, ti ke unë sem. Do hapet kjo. Ti ke me rrogën për të punë. Jo, nuk hapa ajo, nuk hapa. Çu do hapi që s'bëna. Dini gjë? Jo më çfarë masash keni marrë? Se mos e ke përmbytje. Jo, kanë marrë. Jo do hapet se ne po mbytet. Kanë marrë komasa. E kanë Është e treta çifliku. Që mbytet. masat janë që duhet të mbytet. Jo më një sekondë se da ajo ka një punë, ka një mbi kokë që e urdhëron. Tani. Okej. Kush e ka prur këtu? Le ta esoj. Të vem të ka i personi që ka urdhëruar të vi këtu. Po mire mos përgjigjet, ajo ashtu ka për detyrë, mos përgjigjet. Sonja ka ardhur 10 herë këtu.